blokuz në këtë vend. Se si ishte slogani? Kishte slogan vetëvendosje? Jo. Ende jo, janë të kërkuar sloganin. Slogan Drejt mos ndarjes së zhvillimit, diçka kështu. Po dhe dajde. Unë mendoj që me të shtatin në mramje, disa karriera politike kanë me përfundu. Për gjithmonë. Çdo herë ndodh zgjedhje, Ilir. Jo, nuk po ndodh. Neve të fol për a ka me ndodh balancimi i skenës politike, apo prapë kena me pas dikon me 50%. Ta thjeshtsojmë se ty nuk kam se me trujt sonte. S'ka me ndodh. Nuk ka me ndodh. Jo. Çka? A dim pse? 50% që nuk ka me ndodh. Jo, nuk ka me ndodh balancimi i skenës politike. Okej. A dim pse? Pse? Se bashkimi i LDK-s nuk ka prodhu efekt pozitiv. As nuk ka ndodh natyrshëm. Çepse. Se çka ka jo natyrshëm në bashkimin e Vjosës me... Jo, nuk ka... Veç... A kërkove mendim, çepse. Nuk është as zhurma e vetëvendosjes, as pozicioni i PDK-s, është thjesht çaj bashkim nuk ka ndodhur natyrshëm, edhe nuk o mirë prit, edhe potencialin e tyre që e kanë pas të votave, nuk po mrin me e kap. Okej. Unë mendoj që me 7 qershor, ajo parti politike që i fiton zgjedhjet, duhet me njëherë, hiç me prit me njëherë, ose ndoshta edhe tani gjatë fushatës më bë përgatitje, me bë zgjidhje për normal afat shkurt Kuvendin dhe qeverin, po me njëherë me punu për zgjidhjen edhe të çështjes së presidentit, qoftë me marrëveshje